Territori i Kosovës për datën 20 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të paqëndrueshëm me alternime mes vranësirave dhe rreshjeve të lehta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira, ndërsa pasditja sjell rreshje të her pas hershme në pjesën perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 7 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 7 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 9 gradë Celsius, Pej 3 deri në 8 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 12 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 8 gradë Celsius, Perizaj 3 deri në 10 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 9 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 12 gradë Celsius,